Mirëmëngjesë të dashur peshqi, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është kalorësi Michaelit. Çfarë jeni duke zvarritur të dashur peshqi? Jo sot, po nesër. Jo pastaj, jo më vonë. Kjo letër është një alarm i qartë që të thotë koha për të menduar ka mbaruar, të dashur peshqi. Tani është koha për të vepruar. Mund të jetë një vendim që po e shtyn, një hap që po e vonon, apo një mundësi që po kalon përpara syve të tu. Mos e lërë të ikë. Në këtë moment logjika është aleati yt më i mirë, të dashur peshqi, këtë mos e harroni. Emocionet mund të turbullojnë qartësinë, por mendja e kthjellët do të udhëheqë drejt suksesit. Vendos një afat të afërt, sot, nesër, më së largu pas nesër, por mos e zvarrit këtë vendim. Mos kërko siguri absolute. Shpejtësia është më e rëndësishme se perfeksioni, të mos harroni. Jeni duke humbur mundësi të mëdha nëse nuk vendosni tani për çfarëdo që është. Kjo është letër, më falni, letra e lëvizjes, e momentumit, e vendosmërisë. Dhe nëse po pret një shenjë për të vepruar, ja kjo është. Ky mesazh për ju. Çfarëdo lloj gjëje që jeni duke pritur, është koha tani.